Allahun Azza wa Jall e falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall për mirësitë dhe begatitë e mëdha që na i ka dhuruar, në veçanti për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit, që bëjnë dobi në çastin dhe momentin ku s'ka dobi as nga malli e as nga evladi. Të nderuar, falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na ka bërë musliman, që na i ka mësuar imanin, islamin, terbijen, edukatën. Sot do të flasim për një terbije, për një edukat, dhe këtë do të manifestojmë në formë praktike, që është terbija, edukata e falënderimit. Dhe sot gjithve shfrytëzojmë rastin nga kjo hutbe e ndershme, t'ju themi ju falënderojmë. Ju themi faleminderit për kujdesin dhe për kushtimin që kishit gjatë vitit 2014 për xhaminë e Isabeut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Kush nuk i falënderon njerëzit kur ata ju bëjnë mirë, ata njerëz nuk e falenderojnë as Allahun Azza wa Jall. Pra besimtari, terbije, edukat të vetën fetare e ka, që kur dikush i bën mirë, i ndihmon, i del krah kur ai ka nevojë, ai më ju thon bamirësve të vet, ju falenderojmë, Allahu ju shpërbleft, e ju dhash të mira, u ashtof në mallin, u abekoft e vladin. Kjo është selami i xhamisë së Isabeut, sepse fundit gjitha donacionet e juaja kanë shku në adresë të xhamisë së Isabeut. Kjo është selami i këshillit të xhamisë së Isabeut. Kjo është duaja i imamave të xhamisë së Isabeut, të gjithëve juve si xhamatli. To a bëjmë me dije se jemi krenar, që jemi imamat dhe shërbetor të juaj, dhe jemi krenar që kemi kësi xhamati, i cili xhamat falet pas nesh, që na ndihmon edhe kur kemi nevojë për ndihmë materiale. Por gjithë kjo është kujdes dhe përkushtim për një xhami që e ka emrin Bejtullah, që e ka emrin shtëpia e Zotit, shtëpia e Allahut Azza wa Jall, që ju keni manifestuar dhe keni treguar se ashtu siç kujdesini për shtëpitë juaja private, bile më mirë dhe më shumë kujdesini për shtëpinë e Allahut Azza wa Jall, ku ju vini me bë sejdë Allahut subhanahu wa taala, ku i bëni dhe kryeni detyrat dhe obligimet dhe ibadetet ditore që i keni për obligim karshi Allahut Azza wa Jall. Dhe na si musliman, në përgjithësi, e si hoxhallar në veçanti, kemi borxh, mi ju thonë juve, Allahu ju shpërbleft, e ju dhash të mira, e ju falenderojmë për çdo dinar dhe për çdo bong që i keni dhënë. Xhamati ndershëm, në vitin 2014, në konsultim me këshillin dhe me xhamatin e kësaj xhamie, vendosëm që mi ndru 11 dritare të xhamisë, që ishte faza e fundit, dhe doshte Allahu Azza wa Jall që një none jona gjitha këto i mori përsipër dhe ajo e mbaroi këtë punë. Allah i dha shtymer dhe shëndet asaj none, e shpërblef në dunjë dhe në ahiret. Doshte Allahu Azza wa Jall që bënëm rregullimin edhe të trotuarit të xhamisë Isabeut, dhe u mundum që me mbroj trotuarin që me kalu njerëzit, motrat, fëmijët e tonë rahat, për me hi dhe dalë në xhami dhe për me kry nevojat e tyre ditore në këtë rrugë përballë dhe para xhamisë së Isabeut. Këtë vit u mundum që me bë gati edhe ndriçimin që është në bord të xhamisë me reflektorat të veçanta që xhamati kur ta fal taravin në Ramazan, që zakon e kemi me fal në bord xhamisë, të ketë ndriçim dhe Allahu dashni na e lehtësoj me ndihmën e juve që me bo edhe këtë punë dhe me ndriçu edhe këtë xhami. Doshte Allahu Azza wa Jall që kësaj xhamie ja kthim derës së kësaj xhamie likurën historike, që është dhe të pjesë përbërëse e xhamisë, që pas shumë viteve, doshte Allahu Azza wa Jall që edhe atë lëkur, që është dekorim, zbukurim dhe mbroj e xhamisë, doshte Allahu që e kthim në derë të xhamisë. Dhe shumë punë tjera të cilat kanë të bëjnë me obligimet mujore dhe ditore që i ka kjo xhami, gjitha ka doshte Allahu i kemi kry me sukses dhe në vend. Në këtë xhami jemi 3 imama
Dhe të tret, ka dashur Allahu me çdo të parën e mujt i kemi marrë rrugat e tona. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, pastaj dhe juve që u bët shkaktar që na çdo muj mi marr rrogat e tona dhe mi gëzoj vllatë e tonë. Në këtë xhami kemi edhe kujdestar që kujdeset për parkun e xhamisë, për zbukurimin e parkut të xhamisë që është shembull dhe yrnek në qytetin e Shkupit, që na e kanë lakmi edhe muslimanët edhe jo muslimanë që vinë vizitor në këtë xhami. Ka dashur Allah edhe ati ja kemi dhënë obligimin që kemi ndaj tij. Kemi në këtë xhami edhe njeri që kujdeset për higjienën e abdesoneve të xhamisë, që edhe ati 12 muaj të plota ja kemi dhënë hakin e vet, duke na ndihmuar o vllazni o xhamat. Sot është krenaria jonë që na t'ju themi juve se na me çdo bong që na e keni dhënë e kemi kry çdo obligim që i kemi ndaj xhamisë së Sabeut në emrin t'ju o xhamat. Sepse na jemi vetëm dërmjetësues, na jemi vetëm hargat të xhamatit që mundohemi me dinarin që jep çdo xhamatli t'i kryjmë obligimet ndaj atyve që xhamia të jetë sa e sa më e gatshme që kur të vinë ata me i bë ibadet, mi pas gjitha kushtet në vend. Dhe dashte Allahu që gjitha këto janë realizuar në vitin 2014. Unë në fund përmendi fjalën e Allahut Azza wa Jall, duke dashur me inkuraju që me vazhdu kështu. Thot Allahu Azza wa Jall në suratul Baqara: "Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha." Thot Allahu Azza wa Jall, shembulli atyve që japin për hir të Allahut. Kamathali habba, thot është sikur se një kokër e kallamoçit. Anbatat sab'a sanabil, që kur e shtin dhe mbjell në tokë, nga ajo kokë dalin 7 kalli. Thot fi kulli sumbulatin mi'atu habba, në çdo kalli ka 100 koka tjera. Shisho, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allahu e shpërblen kanë dalë më tepër. Çdo dinar që i ki dhon në hasër të xhamisë, di se Allahu të ka shpërblim me 700. Në dunjë kemi gjetë 700 dinar që i ki dhon. I ki dhon 10 dinar, në dunjë kemi gjetë 7.000 dinar që i ki dhon. 10 dinar me 7.000 e xhamat, herë 700. Në ditën e gjykimit kemi habit, kemi thonë o Zot, o 1 dinar e dhasht. Allah thot, unë me 700 ta kom shpërbli. Ti kom shkrujt, ti kom regjistru 700. E të mos flasim kur jep për xhami, për Bejtullah. Për kështu thot Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allahu kujdo ja shkruan alama tepër, e shpërblen alama shumë. Lutë Allahu Azza wa Jall që gjithëve juve të shpërblej me të mirat e tij të panumërta. Tua bekon mallin që a ka dhon, tua shton pasurinë o xhamat. Të shpërblen me të mirat e tij të panumërta, tu harun evladin, tu harun shëndetin, të jep të mira në dunjë dhe në ahiret. Të shpërblen me Allahu Azza wa Jall me të mirat e tij të panumërta dhe më në fund tu bëj nasib të gjithëve xhennetul firdausin. Walhamdulillahi rabbil alamin.